Ebu Said al-Khudriu thot, kemi qenë ulur me shokët tonë në xhami. Lexojshmi Kur'an dhe bashmi dua. Rishmi në xhami, lexojshmi Kur'an dhe bashmi dua. Kur një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dul në dha selam. Kur na pa neve në gjendje në heshtëm, pa e lam leximin, e lam dua. Dhe pejgamberi Allahu na pyeti dhe tha, çfarë bashi këtu kur ishin? Çfarë veproshi këtu që ishin? Tham ja Rasulullah, lexojshmi Kur'an dhe bashmi dua. Tha atëre vazhdone atë që e veproshi dhe ul me neve. Dhe tha me një transmetim, Allahu më ka porosit që të rri me ju. Allahu në Kur'an e ka porosit pejgamberin Allahu që të ulet me to. Që Allahu ka thonë, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajh wa la ta'du 'aynaka anhum. Mos rri me politikant, mos rri me qeveritarët me hajnë dhe hajdutet, por rri me ata të cilët wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Rri me ata që janë namazli, rri me ata që bojnë dua, lutën dhe kanë frikë Allahut. Pastaj çka tha Allahu azza wa jall, që i lutën Allahut mëngjes dhe mbrëmje, që e kanë për qëllim marazinë e Allahut. Wala ta'du 'aynaka anhum. Mos i hedh shiqimin tan që tërkap. Mos gaboten herë me lakmu, me thonë, shkoj filan venin ku Allahu nuk e adhuroj. Të rri me filonin e lbet, mos bu ma gjende një punë. Mos e largo shiqimin tan nga ato. Dhe pejgamberi Allahu të ullë. Me kanë? Me muhajirët. Me fukarat që s'kishin strehimore përveç se në xhamin e pejgamberit Allah. 50 nga shokët e pejgamberit Allah nuk kishin ku mu strehu vetëm në xhami. Dhe s'kishin me ngronë vetëm kush ban gajret mi dhon atine me ngronë. Allahu e porosit pejgamberit Allah shko ullu me torre. Shoqëroj ato. Rrin këto me xhlise. E pastaj pejgamberi Allah t'i përgëzoi dhe i tha, ju përgëzoi fukarat e muhajirëve me fitim të madh në ditën e Kiametit. Me një transmetim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju përgëzoi me dritë të plotë në ditën e Kiametit. Dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ju i keni te kalu dhe do të hini në xhennet 500 vite para të pasur. Ti e ke i praktis xhamia për shka për t'i mush xhepët, për të qenë i pasur këtë dunjë. E ki praktis Kur'an i Kerimin, i ki praktis me xhliset e ilmit, e dituris, ki praktisën Kur'an i Kerimin. Pejgamberi Allahu t'i përgëzon se gjithë dite, pra 500 vite, fukarat e ummetit, fukarat e leximit të Kur'anit, që e lexojnë Kur'anin dhe mësojnë dinin Allahut, do të hinë xhennet para pasanikëve. Pejgamberi Allahu t'i përgëzoi ato të cilët s'kishin vërtet çka me ngronë mirë, po i përgëzoi se në xhennet do të ngrojnë, do të hinë, do të defrohen 500 vite para të pasur. Për shkak se Allahu azza wa jall i don të gjithë ata të cilët e dojnë Allahun dhe e dojnë pejgamberin Allahut, e dojnë librin Allahut, e dojnë fjalën Allahut.